Asambleja Botërore e Rinisë zhvillon nesër në Tiranë mbledhjen e 16 të përgjithshme të saj. Shqipëria me këtë rast do të bëhet antare e kësaj organizate që bashkon 124 shtete në diskutimet për të drejtat e rinisë në botë. Kryeqytetin shqiptar e vizitojnë nesër disa qindra veprimtar dhe politikan nga shumë shtete, të cilët do diskutojnë mbi rëndësinë që ka pjesëmarrja e të rinjve në udhëheqjen e vendit. Korrespondenti ynë Iliana Golli njofton nga Tirana. Asambleja Botërore e Rinisë zhvillon nesër në Tiranë mbledhjen e 16 të përgjithshme me temë udhëheqja rinore në vazhdimsi e kaluara dhe e ardhmja. Kjo organizatë me 124 vende anëtare ka mbledhur në Tiranë 300 të ftuar nga gjithë bota, personalitete politike dhe kulturore. Asambleja zhvillohet në Tiranë pikërisht në ditën kombëtare të rinisë shqiptare. Mesazhi që unë si sekretare përgjithshme jap rinisë është që liderat të jenë të sotshëm dhe jo të nesër, siç i thon disa të tjerët ose institucionet të tjera. Sepse unë besoj të liderat e sotshëm. Të rinjt janë të liderit e sotshëm. Edhe duhet të respektohen nga të gjitha institucionet, nga të gjitha brezat si liderët e sotshëm, të tanishëm. Asambleja Botërore e Rinisë është një organizëm ndërkombëtar i ngjashëm me OKB-n që bashkëpunon me të, por është i pavarur. Sekretarja e përgjithshme e kësaj organizate, Ediola Paçollari, mendon se është me rëndësi që mesazhet e Asamblesë Rinore të shpërndahen në botë nga Tirana, drejtuar 3 miliardë të rinjve që janë sa gjysma e popullsisë të globit. Në këtë asamble ne diskutojmë si temë leadershipin, ku presim të vinë mbi 15 folës nga vende të ndryshme të botës. Kemi nga Kombet e Bashkuara, kemi nga organizata të ndryshme botërore, gjithashtu kemi lidera të rinj që vinë ose gjithashtu nga vende të ndryshme të botës, nga disa shtete, sa për të përmendur, nga Amerika, nga Anglia, nga Malezia, nga Mauritius e të tjera. Asambleja Botërore e Rinisë synon të forcojë pjesëmarrjen e qëndrueshme të rinjve në udhëheqje dhe angazhime të fortë të tyre në çështjet që shqetësojnë vendet. Nga mbledhja e 16 e Asamblesë së Përgjithshme pritet të dalë një dokument me politika për rinin, i cili u paraqitet të gjithë shteteve për të vepruar një lloj në mbështetje të organizatave rinore dhe drejtuesve të rinj. Shqipëria, si çdo shtet tjetër në botë, ka probleme me rinin. Edhe ne si organizat diskutojmë 21 probleme dhe çështje të rinisë. E shikoj që sidomos arsimi ka disa vështirësi, nënpunësimi ka disa vështirësi. Kam dëgjuar edhe kam lexuar për sa i përket drogës gjithashtu. Janë shumë elemente të këqij që duhen rregulluar. Edhe shëndetësimi. Të rinjt luajnë një rol me rëndësi në nismat për zhvillimin e politikave, përfshirja e të rinjve në hartimin dhe zbatimin e programeve të zhvillimit dhe udhëheqjes mund të shtojë suksesin e qeverisjes. Organizata vlerëson se programet dhe politikat e reja duhen mbështetur fort tek të rinj, të zhvillojnë aftësi drejtuese të tyre dhe të fitojnë pjesëmarrjen e tyre. Çdo gjë duke i dhënë atë besimin rinisë për të bërë lidera, për të marrë përgjegjësinë dhe ata dhe për të mbështetur nga brezat e tjerë, besoj se çdo gjë duhet të shkojë për më mirë. Patjetër që institucionet edhe antarësimi duhen rregulluar, duhet të jenë në nivelet botërore siç kanë vendet e tjera të botës, po besoj gjithashtu World Assembly of Youth Way, siç i themi edhe ne, do ju mbështesi Shqipërinë edhe të rinjtë e Shqipërisë. Vitet e fundit, Shqipëria po nxjerr shumë drejtues të rinj në pothuajse gjitha fushat dhe bashkëpunimi me Asamblenë Botërore të Rinisë është një mbështetje më e madhe për ta. Për zërin e Amerikës, Iliana Golli, Tiranë.